Familja Murati jeton në një dhomë të vetme, në një ahur të adoptuar sa për të mos fjetur në qiell të hapur. Një shtek të ngurë sa për të hyrë nga rruga në atë dhomë 12 metra katror dhe asgjë më tepër nuk ka në posedim. Nëna Gjelanja ka hallin se si të ushqej 4 fëmijët e saj. Ajo thot se çdo ditë është sfidë për mbijetesë në këto vjetë të fundit që burri e ka braktisur dhe i ka mbetur vetëm një fije shpresë, ti rris fëmijët e saj. Ajo ndjet e përkëmbur, e lën pas dore, nga fati i saj i shkret që nuk ka mundësi t'ju siguroj kafshatën e gojës 4 fëmijëve të saj. Gjelanja me 2 vajzat binjake ulet për të ngrënë drek, ajo çfarë ju kishte mbetur mbrëm. Nuk kanë as sofër, por edhe po ta kishin, nuk kanë se çfarë të qesin mbi të. Këtu marroj bukë, pjeki, ajo fjuka është i maj end, kuzhinë nuk kam, tesha t'i laj në dorë se s'ka maqinë, këtu nxej ujë të klini. Eliza dhe Erzana janë binjake, por vetëm njëra prej tyre merr ndihmën sociale nga shteti. 6 vjeçët si që ndajnë fatin e tyre që nga lindja, ashtu ndajnë edhe kafshatën e bukës, veshjet e pakta, madje edhe lodrat. Në fëmirinë e tyre të vështirë, ato kanë një ëndër. A doni ju me hongër ma shumë buka? Unë du shumë bukë me hongër, më rritë e madhe. Çka doni me pas prej lodrave? Po duhet e shtëpi me pas. A s'keni shtëpi, kjo është shumë e vogël, a? Po. Nëna Gjelanja thot se edhe këtu nuk janë të sigurt. Dita ditës mund të dëbohen dhe të mbetën në rrugë. Ajo bën thirrje tek njerëzit human që t'i ndihmojnë për të mos vdekur nga uria. Gjelanja kërkon edhe punë, por më e domosdoshmja është një kulm mbi kokë që në hallin e vet të rrisë të paktën 4 fëmijët e saj.